Me kërkesë të prokurorisë, pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë, u sekuestruan pasuri me vlerë totale 3.5 milion euro, në kuadër të hetimeve mbi procedimin penal numër 1329 të vitit 2022 për veprën penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, parashikuar nga neni 287 i kodit penal, u sekuestruan në total 17 pasuri. Me kërkesën e prokurorisë, u vendos masa e sigurimit pasuror sekuestro preventive për pasuritë e paluajshme, por edhe të luajshme, të cilat posedoheshin nga shtetasi AL. Gjithashtu u sekuestrua subjekti Rej Royal SHPK. Në sekuestro janë në total apartamente, garazhe, por edhe njësi biznesi. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë në Vlorë ka sekuestruar pasuri e llojit pemtore me sipërfaqe 1000 m2, pasuri e llojit pemtore me sipërfaqe 600 m2, pasuri e llojit truall me sipërfaqe 250 m2, pasuri e llojit apartament me sipërfaqe 126 m2, pasuri e llojit apartament me sipërfaqe 143 m2, pasuri e llojit njësi biznesi me sipërfaqe 51.61 m2, pasuri e llojit njësi biznesi me sipërfaqe 49.64 m2, pasuri e llojit njësi biznesi me sipërfaqe 49.64 m2, pasuri e llojit njësi biznesi me sipërfaqe 51 m2, pasuri e llojit njësi me sipërfaqe 49 m2, pasuri e llojit njësi me sipërfaqe 49 m2, pasuri e llojit njësi biznesi me sipërfaqe 49 m2, pasuri e llojit biznes me sipërfaqe 61 m2, pasuri e llojit garazh me sipërfaqe 202 m2, pasuri e llojit biznes me sipërfaqe 51 m2, pasuri e llojit njësi biznesi me sipërfaqe 42 m2, pasuri e llojit njësi me sipërfaqe 42 m2, si dhe pasuri e llojit njësi me sipërfaqe 220 m2. Të gjitha këto pasuri janë në pronësi të subjektit Rej Royal, i cili i përket shtetasit AL. Në total janë 17 pasuri të luajshme dhe të paluajshme, të cilat janë dyshuar se janë përfituar nga aktiviteti kriminal. Sipas burimeve të policisë edhe të Vlorës, bëhet me dije se shtetasi AL rezulton të jetë i dënuar edhe nga gjykata e apelit në Firenze me 7 vjet burg për trafikim të lëndëve narkotike nga shteti i Holandës.